Ekspozita kushtuar 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë dhe 81 vjetorit të çlirimit të vendit, si dhe një koncert i larmishëm artistik, ishin aktivitetet kryesore të ditëve festive të nëntorit në shkollën nënvjeçare Dëshmorët e Prishtinës. Fëmijët kanë shpalosur identitetin kulturor tonin dhe gjithë pasionin e tyre për festat e ndryshme. Pjesa e kësaj atmosfere ishin dhe prindërit, kontributi i të cilëve në këtë shkollë vlerësohet maksimalisht. Bashkëpunimi me prind është jashtëzakonisht i mirë, ku gjej rastin edhe t'i falenderoj jashtëmaset për kontributin që japin në bashkëpunim me shkollën. Gjithashtu falenderoj edhe nxënësit për punën edhe për përkushtimin e tyre që japin në çdo aktivitet që shkolla ban. Prind i mbështesin nga format nga më të ndryshme dhe janë të gjithë të gatshëm në çdo rast për më ardhe dhe me mbështet fëmijët e tyre. Gjithashtu gjej rastin falenderoj stafin e mrekullueshëm që kam dhe të palollur me gjithë mësuesat pa përjashtim. Njëra nga nxënësit shpreh dëshirën të tregojë krijimin e saj poetik, i cili është pjesë i ekspozitës. Unë kam bërë këtë punimin, është një vjerë që kam bërë vetë dhe jam përkushtuar shumë për me përfaqësuar shkollën time. Unë ja kushtoj vjerëshin atë vërtim. Për rreth një orë ka zgjatur programi artistik i kësaj shkolle për festat e nëntorit, ku gjithçka ishte në funksion të mesazhit që përcjellin këto festa, nderimin për patriotët që shpallën pavarësinë në Vlorë 113 vite më parë, por dhe gjakun e derdhur për çlirimin e vendit 81 vite më parë.